Këshilli Rinor, një projekt i mbështetur nga Bashkia Elbasan, ka prezantuar 4 shtyllat e projekteve që kanë objektiv të rinjt pjesëmarrës në institucionin vendor. Kjo strukturë e re, e përbërë nga 30 të rinj, është mbështetur nga 2 vullnetarë të Korpusit të Paqes, të punësuar në Bashkinë Elbasan. Melia Dun është prehur qysh në fillim se falenderon kryebashkiakun për mbështetjen që i ka dhënë këtij projekti. As part of their participation in this program, the youth have been asked to develop small community projects that help address the issues that matter to them. Si pjesëmarrës së tyre në këtë program, të rinjve ju është kërkuar të japin disa pika për sa i përket çështjeve që duan të diskutojnë dhe që vërtet kanë rëndësi për ta. These include social services, the environment, arts and culture, and positive spaces for youth. Kjo përfshin shërbimet sociale, mjedisin, artin dhe kulturën, si dhe hapësirat pozitive për të rinjt. And although they have staff who have helped to advise them on these projects, all of their ideas come from the youth, and they have worked through a step-by-step planning process. Pavarësisht ndihmës dhe mbështetjes të stafit, të gjitha këto projekte vijnë nga vetë idetë dhe nga rëndësia që kanë për këta të rinj dhe janë planifikuar hap pas hapi. Making these presentations to you today is an important step of their learning process, especially as you are the governing institution of the city. Të prezantuarit e këtyre projekteve për ju është një eksperiencë shumë e mirë për këta të rinj, duke qenë se ju jeni organi qeverisës i vendit tonë. So we ask that you give your thoughtful and encouraging feedback today, but also please express your concerns, if you have them. Do t'ju luteshim të na jepni të gjitha këshillat tuaja si dhe shqetësimet që mund të keni për këtë projekt. Shumë faleminderit për kohën sot. Më pas 4 të rinj si përfaqësues të 4 grupeve kanë prezantuar projektin mbi bibliotekën, mjedisin, artin dhe shërbimet sociale. Për sa i përket projektit tonë, ne kemi 3 qëllime kryesore, të cilat shkaktojnë digitalizimin e bibliotekës, vendosja e një sistemi elektronik, shtim të numrit të librave në të bibliotekë dhe gjithashtu përmirësim të ndriçimit të bibliotekës, kryesisht të sallës së leximit. Projekti konsiston në një qëllim të përgjithshëm, të bëjmë një Elbasan më të pastër dhe më të gjetër. Këtë projekt është implementuar si një të problemet kryesore që na shqetëson ditët e sotme. Dhe që jemi një qytet dhe një qark tepër i madh, atëherë ne kemi menduar që shumë ndodhje, shumë vlerë të qytetit janë hedhur kudo dhe ka një vend të caktuar ku vlerat e qytetit vlihen. Objektivat e projektit do janë të shumta, por ndër më kryesore dhe përmendja sensibilizimin e banorëve, pastrimin e qytetit dhe mbjelljen apo gjetëvërimin e qytetit, mbjelljen e pemës. Të promovojmë artistët e rinj që kanë nevojë për më shumë vëmendje dhe të rrisim shpirtin artistik në Elbasan. Të ndërtojmë një kulturë të re që frymëzon dashurinë e të bërit art dhe ta bërit artin pjesë të jetës tonë. E di që sot kam mjaft probleme në Elbasan ose do ishte gjëja e fundit që do të shkonte në mend popullit të Elbasanit artit, por nëpërmjet artit ne mund të bëjmë pleka këto probleme që sot has bota për t'i zgjedhur. Gjithashtu, të edukojmë gjeneratën e re me art, kulturë dhe tjerë, të sensibilizojmë çdo brez për problemet me të cilat përballet sot qyteti nëpërmjet formave të ndryshme të artit. Qëllimi kryesor mbetet ulja e numrit të përdoruesve të drogës si dhe talia në gjejësimi i tyre, pavarësisht se është një nga gjërat më të vështira që mund të arrihet deri më sot. Dihet mjaft mirë që numri i tyre sa vjen dhe rritet dhe që shifrat bëhen gjithmonë më alarmante. Pavarësisht se tek institucionet të ndryshme që ne kemi vendosur të vizitojmë, nuk na kanë dhënë shifra konkrete për të përfaqësuar këtë target group që janë ato të varurit nga droga. Por çfarë pyetja që na mundon është çfarë mund të bëjmë ne për ta ndryshuar këtë problematikë që e hasim kudo në mjedise, në shkollat tona, në lagjet tona,
dhe aq më keq kur mund ta hasim edhe brenda familjes sonë. Dhe kjo është një nga problematikat që ka kapur shoqërinë njerëzore dhe që nuk është zgjidhur definitivisht nga instancat e larta shoqërore, por ne mendojmë që me disa metoda të paktën në mënyra modeste të fillojmë ndërgjegjësimin e masës së gjerë të popullsisë, po të paktën brenda rrethit të Elbasanit. Kryetari i Bashkisë Qazim Sedini ka përsëritur mbështetjen e tij të vazhdueshme për grupimin rinor që i shërben Bashkisë së Qytetit. Duhet falenderoj dy vullnetarët e pajës që punojnë në Bashkinë e Elbasanit, Melia dhe Luizi, për këtë kujdes që kanë treguar për formimin dhe ngritjen e këtij grupi kaq interesant, i cili është zgjedhur me konkurs në të shkollat e mesme të qytetit, në bashkëpunim edhe me drejtorinë arsimore të qarkut të Elbasanit, dhe duke dëgjuar me shumë vëmendje problemet që ato trajtuan në Këshill Bashkiak, do thoya që këto janë probleme të qytetit, janë probleme të ndjeshme, janë probleme të cilat kërkojnë vëmendjen e të gjithëve, dhe ajo që më bën të mendoj më shumë është ngritja e një opinioni qytetar nëpërmjet prezantimit të Këshillit Bashkiak për këto probleme që ato trajtojnë. Sigurisht, këto janë 4 prezantime që ato kanë zgjedhur midis shokëve që janë atje bashkë. Por ato mund të kenë dhe probleme tjera që mund të ftojë her pas here të pranishëm Këshilli Bashkiak edhe pranë kryetarit të bashkisë për të trajtuar ato, sepse ato janë probleme që janë për tërë qytetarët, janë probleme që janë për rinj, janë probleme që kërkojnë zgjidhje, disa zgjidhje urgjente, disa zgjidhje që pak me afatgjata dhe me afatnes. Unë do t'i trajtoj me shumë vëmendje të 4 prezantimet, dhe si administratë të bashkisë do të kemi një program masës dhe një plan për mënyrën e realizimit dhe mbështetjes së Këshillit Rinor për këto probleme që trajtu, dhe do të jemi gjithmonë i gatshëm t'i përgjigjem dhe t'i mbështes, sepse në fund fundit kjo është një pjesë e zërit qytetar, por mos më thani janë përfaqësues të qytetit të Elbasanit, janë përfaqësues të rinisë, të cilët nuk kërkojnë as më shumë as më pak vetëm përmirësimin e cilësisë së jetës, cilësisë së ajrit të qytetit tonë Elbasanit. Ju faleminderit. Këshilltarët shprehen mbështetjen e tyre për të gjitha grupet për këtë nizë. Rektori Liman Varoshi deklaroi se tashmë universiteti ka bërë hapa të rëndësishëm për të fuqizuar kërkimin shkencor. Ai deklaroi se universiteti do të mbështesë si për informatizimin, ashtu edhe në kërkesa të drejtpërdrejta të grupimit rinor në shërbim të qytetit. Duke ju përgjigjur nisë së tyre të rinjve, ne do t'japim në ndihmën tonë në përputhje me mundësitë që kemi dhe për pasurinë e bibliotekës së Elbasanit. Madje edhe për informatizimin, ne kemi edhe një dekë për teknologji e informacionit, por kemi edhe specialistë informaticinë që mund të kontribuojnë dhe këtë garantoj palas për të dhënë ato ndihmësit e tyre në përshpejtimin e ritmeve për digitalizimin e bibliotekës së qytetit. Unë, duke e falenderuar përsërisht në emër dhe të profesoratit të atij universiteti, duhet të them që unë besoj shumë atij mesazhi filozofik që vjen nga sentenca si në qoftë lëvizjes për tepër se qetësia, po në rastin konkret, kjo nuk vjen konfirmim të plot, sepse ky është një fillim që duhet të vazhdojë deri në finalizim të plot. Mbështetjen e universitetit do ta kemi plotësisht. Në përfundim, drejtoresha e projekteve Diamanta Vito, bashkë me një prej vullnetarëve, ka falendëruar Këshillin duke theksuar se kjo nismë është ndërmarrë pas një mbështetje financiare dhe me ndihmën dhe kontributin e stafit të bashkisë.